Shikoni pak sa gjëra të bukura. Macht sie halt die Redestoppen, Johannes, oder? Ja, stimmt, das ist eher alle wisst, ist jetzt nicht die vorbereitete Rede Johannes parat. Aber ich glaube, was man einfach auch sagen kann, ist, dass wir sicher alle auch in diesem Jahr Dinge erlebt haben, die herausfordernd waren und die stark waren. Aber ich glaube vor allem, dass wir auch gesagt haben, wie wir gut zusammenarbeiten können und was wir geschaffen haben, alle miteinander. Atër ky momenti është loja që ndrojnë dhurata, do me kush a mori dhurata me të madhe? O, për mora dhe unë, hajde. Adriana ka marrë se, ka një marrë të vogël, po do merrshim të madhe, i ndru plak. Tani më rak kjo dhurata, nuk e di çfarë është. Adriana si qëlloj ty me këtë pushin. Ka përsprit të dhurën. Kurse kjo është e imi. E di çfarë është. Po tjetër? Adriana, kjo tjetër gjë? Çokolata të bukura. Në që është? marshmallow. Ço dreri re. Tani çom shërata. Claudia, ka marrë drejt. Shikoni pak të punimin me dru. Wow, sa e bukur ka qelluar, shumë e bukur. Po do ja le Andi këtë, patjetër. Ky është dreri, mami, dreri me symbyll. Edhe këto karamelet, pas ka brenda marshmallow, çokoladë me marshmallow, bombs. Do mund t'i vendosësh edhe kafe. Këto janë dhuratat që na qelluan fund fare. Ua, shikoni pak çfarë mjegulle jemi zgjuar sot. Shikoni pak çfarë mjegulle. Dhe ikim të pim kafen e mëngjesit me Andin edhe me Klaudian. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë mëngjesi në vlogun e 17. Tani janë tek kafja afër shtëpisë Andit. Kjo kafja këtu është shumë e bukur. Është kafja Heidi, që më pëlqen, filmi Heidi që shikoni neve. Ky është një fshat që ka dhe një histori me këtë Heidin, megjithëse unë e di që është në, nuk e di mirë, në Zvicër apo në Gjermani, po më duket në Zvicër është Heidi. Nise. Jam duke prit Adriana, do ta sjelli Claudia këtu, ne ishim të gjithë, pim kafe, sepse jemi 2 hapa, sa kalon rrugën nga shtëpia. Adriana ishte në gjumë, edhe I kemi porosit të madamës mëngjesin. Ai mëngjes Adriana. Edhe do t'ju tregoj pak mëngjesin që bëjnë këto, po është për një person, ndërsa për 2 persona mund të ketë 2-3 një ose 2 gjëra pak më shumë shtesë, edhe tjetër dhe kushton më shumë patjetër për 2 persona. Por këtu është mëngjesi me orar, kështu që kërkuam edhe vesë të zjera për Adrianën, edhe do ju tregoj. Atëherë ka sjell bukën. Buka ishte shumë e mirë. Buka këtu më ka pëlqyer se si e bëjnë shumë e mirë. Këtu unë sa mbarova cappuccinon, kemi mbaruar ne, të gjithë I morën, po ka harruar pa marr vajza këtë. Edhe këtu kemi djathin, pak domatinja, gjallë, kjo është e mbushur me fruta, kemi galopula, domethënë, kemi edhe këtë salsën. Besoj kjo salsa duhet jetë me këto barziloqet, edhe 2 vezët e zjera që tani na I sollën, sepse deri në orën 11 lejohet, domethënë, që të zinë ndonjë gjë për mëngjesin. Çfarë kam harruar? Kastraveca thash. Pra ky është për një person. Tani këtu brenda se di se çfarë ka. Por më pëlqen se e kam bërë. Edhe ambienti që është këtu I Hajdit, është këto. Tregoj. Këtë është mjegull, është balkon, nuk duket.
Tani angër mëngjezin, edhe po ikim tek treni, do marrim trenin për në Linz. Do shikojmë Linzin, se kemi parë. Ja po shikojmë çik të marketin këtu. Shiko sa brexun, kishte edhe aty matan. Ja shiko sa I madh mami brexun. Qa është ajo? 7, please. Punç. Kjo pija famshme edhe Adriana po hakte vafel me akullore, me kreme, me çokoladë. Ja dhe hirushja që po jep këpucën ky princi. Atëherë erdhëm në Linz, jemi ullur këtu, eksplorojmë çik qytetin edhe morëm cappuccino. Këtu mu preferohet shumë cappuccino dhe do të qëndrojmë larg. Nuk kam as make-up, do me thënë këtu shika keq për make-up, po për e lodhur po, nuk e dini do me thënë, vetëm gëlliu ngrysur rrugëve këtu. I tregoj çik të finxhanin e bukur për cappuccino. Shkoni pak. Shumë I lezetshëm. Edhe ta shijojmë një herë. Kemi ardhur në qendër të Linzit, dhe do shkoj një herë të çmimit të Hermes, dua të shkoj një herë, sepse edhe nëse blem ndonjë gjë do e lëm këtu tek Andi, nuk I marr dot. Atëherë erdhëm të shikojmë pak të çmimet këtu. Por unë nuk blej dot gjë se nuk I marr dot, më pëlqeu kjo kapelja. Shumë e bukur, si ato sheleshët. Çanta, më pëlqeu shumë kjo. Morëm dy gjëra, do ja tregojmë. Çmimet mirë. Edhe këto këpucë papuçe me pëlqyen, do me thënë 10 euro, shkoni pak netën nga 20. Këto ishin shumë të lezetshme. Janë të mira edhe për shtëpi, po edhe për dalë shkojnë shumë e funde. Kanë dalë më tani. Nuk ble dot gjë, dua të blej, por nuk mundem. Duke pas këtu krevatit e këdhoma e zhumit e Andit dhe Klaudias, atëherë po ju tregoj këtë triken që mora. Ja, kjo është shumë e bukur. Mori dhe Klaudia mori të bardhë dhe me vija të zeza. Shumë e bukur edhe ajo, por tani e ka veshur, sepse do dalim, atëherë mora këtë grin, shumë e bukur. Kjo është për ta vesh me fundin e shkurtër gri, për foto. Mora dhe këtë fustanin e kuq, ishte shumë I bukur edhe ky. Edhe I gjatë, do me thënë edhe me atlete, edhe me çizme I trikotuar, shumë I mirë. Edhe këto dyja mora, do me thënë morëm këto të dyja, edhe mora edhe atë triken mori Klaudia që thash. Dhe tjetër mora dhe disa lasishe për flokët. Nërsa për këto nuk e di a do I gjej vend, por do mundohem që të gjej një vend ku t'i vendos, do t'i lej Klaudia sto një trike, të trash, sepse ndryshe nuk mundem. Atëherë, si të jam, po me këtë trike dhe nuk e di, po mendojsha që ta hiqja, të visha këtë grin, sepse që t'i lajmë neve këtu e të tha, nuk bëhet fjalë. Do me thënë të lahet një lavatrice, duhet shumë ditë që të tha titra, se ka një dhomë që e kanë vetëm për kështu, nga që kanë dhe macet, nuk kemi prezentu dhe macet, por do t'ja prezentojmë kur të bëjmë home tourin. Shpresoj që ta bëjmë nesër home tourin, se kemi një agent të ngarkuar. Edhe Andi ka disa ditë do me thëmë pushime bashkë me Klaudia dhe duam që këto ditë t'i shfrytëzojmë, kënaqemi para se t'i ki unë.
Edhe tjetër, po thoja për triket mos ndrohesha, do visha ose grin, ose fustanin e kuqe, ose mund të mbaj këte si që ishim në Linz. Në Linz jam knaqur, e kam shijuar në maksimum, kemi ngren, kemi pir, kemi bërë xhiro, të gjitha gjërat. Saq që nuk mundesha do të filmoja, sepse bateria mu fik që në orët e drekës. Edhe Andi bëri ja 2 video, Andi nuk e ka iPhone, e ka tjetër telefon, edhe unë nuk e di, nuk më përshtatej kur, të me thënë ta merja videon të fusja tek e imja, nuk më përshtatej, sepse dridhet pak, e nuk e jep jo dridhet, por nuk e jep aq pastër sa duhet. Edhe kështu që do të shihemi nesër, do shkojmë pim nga një birë tani këtu në një lokal, në një kështu birari që ka këta, edhe do të shihemi nesër në next video. Natën!